Jeni ngacmuar ndonjëherë seksualisht në vendin e punës apo në shkollë? Ishte 21 vjeç, vinte nga rrethet. Një profesor i njohur i premtoi ndihmë. Për mua kjo ishte si një reze shprese, po nuk dija ç'më priste më mbrapa. Shkoj, trokas tek zyra e profesorit dhe ndjej një derë që mbyllet me çelës. Ai moment të definon se çfarë do bësh ti të nesërmen në marrëdhënie me atë. Si ka mundësi që unë ta shisja veten për 3500 euro në vit? Por në atë gjendje kam qenë ekonomike. Është e çuditshme jona që nuk e diskutojmë. Shumicën e rasteve dhe dëmtohen gratë që flasin. Do më hapet nami keq në shkollë, prandaj e paska sjell nga qyteti vet. Jana kaloi një tragjedi personale, pas 6 muajsh ajo pushohet nga puna. Shkoi te një nëndretor i vjetër për ndihmë, mesazhi ishte i qartë: "Mu jep që të mbaj në punë." Kujton atë momentin në zyrë ç'a ndodhi? Duhet me ofru një gjë, thamë, bëj një gjë dhe më afrohet. Që të ndodhi e njëjta gjë prap me një drejtor tjetër? Pse më zot kam dhënë këtë mesazh unë te ky njeri që unë mbaj punën kështu? Je ndier nga të gjitha anët shumë ofenduar. Se më ndryshoi jetën, Dalina. Nuk isha njeri që të shkoja të trokisja në për 2 herë të tjera. Ka shumë histori të tilla dhe burgjet janë bosh.